kthej me zor. Shiko, gjërat në jeta nuk kthehen me zor. Po bëjnë ju që të kthejnë. Bravo, gjeni anën se si të kthehen, si kundër edhe fati. Nuk kthehet. Ai fati që mbase mund tjetë për një person të caktuar, ai është fati që duhet ndjekur, por mund ta përmirësojmë. Si kundër, shumë njerëz zgjedhin që ta përmirësojnë fatin dhe jetën e tyre. Pa diskutime, dhe duke i dhënë edhe vetes shanse dhe mundësi për të jetuar në vendin e tyre, por edhe jashtë, duke parë edhe realitetin ku janë mirë, ku vlerësohen më mirë, ku mund të bëjnë jetën pa shumë strese dhe pa shumë siklete të mëdha, dhe aty ku ju jepet mundësia edhe për të punuar, edhe për të pasur një banesë, le të themi. Absolutisht. Ku në fakt, në vendin tonë nuk është se të jepet kaq shumë shpesh mundësia në pak vite punë që ti të kesh një banesë tënde, edhe në fakt ajo që i ka mbajtur të rinë shqiptar është frika, një lloj frike dhe pasigurie. Por në rastin e sotëm, ku në fakt do të tregojmë, do të flasim për një histori të suksesshme, një histori që do ta gjejnë veten shumë të rinj dhe të reja, të cilët mund të marrin rrugën drejt Gjermanisë për të pasur synime të tyre të ndryshme. Mirëmëngjes Blerina Abazi, shumë kënaqësi të kemi në këtë intervistë. Mirëmëngjes Blerina. Mirëmëngjes, gjithashtu për mua shumë kënaqësi që më keni ftuar. Faleminderit. Shumë lumtur që jam pjesë e emisionit tuaj. Faleminderit. Në kënaqësi kur kam kohë, sigurisht. Faleminderit. Të dimë që ka shumë të kuptuar dhe normalisht kemi ato angazhimet tona. Pa diskutim. Pa diskutim. Sa fëmijë? 2 fëmijë. Të kuptoj, mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Merru një vesh po ashtu. Në botën tonë. Blerina merru vesh me borën po ashtu. Dhe në fakt ne po thonim pak më herët Blerina që ti je historia e shumë të rinjve dhe të rinjave në Shqipëri, të cilët ndoshta të pakënaqur me atë se çfarë jetojnë këtu, zgjedhin opsione dhe këtu mund të ketë edhe keqardhje dhe prandaj do doja të pyesja aty. Edhe keqardhje për të lënë shtëpinë, familjen, vendin tënd, njerëzit e tu, atë ambienti ku ti je rritur dhe i mësuar dhe ndoshta edhe ke projektuar të ardhmen tënde. Ti kur e pate këtë le të themi këtë vendim të vështirë apo jo, për ta marrë me veten për jetën tënde? Sigurisht që ka qenë shumë e vështirë, si besoj për çdo emigrant tjetër, largimi nga familja, aty ku jemi rritur, shoqëria, dhe të fillosh një jetë nga e para, t'ja nisësh çdo gjë nga zero. Por që ky moment erdhi për mua në momentin që mbarova masterin, edhe po e shikoj ishte pak e vështirë për të gjetur një vend pune në pozicionin tim të infermerisë, dhe ishte dëshira ime që ta ushtroj edhe këtë profesion në një vend tjetër, duke qenë se unë kisha ardhur dhe në Greqi dhe në Gjermani kam punuar gjatë sezonit të verës, për të mblidhur ato kursimet, si besoj edhe shumë të tjerë si puna ime, për të hequr shpenzimet e shkollës, për mos t'ja qaf po themi familjes. Edhe ti e bëje këtë si procedurë apo jo? Urdhra? E bëje si procedurë këtë të kursimit, mos i vjen qa familjes. Po, i kam pasur që 16 vjeçe këtë gjë, po. Çdo verë domethënë po thuaj se shkoja në Greqi dhe Montra, edhe më suportonte sadopak me të ndonjë punë të lehtë që të bëja tek puna e saj. Edhe kështu avash. Shiko Blerina, këto janë mesazhe që duhet i japin vajzat gjithmonë, duhet i japin djemt absolutisht, po edhe vajzat shumë këto mesazhe që janë gjithkohës të pavarura dhe duan që të jenë të pavarur në jetën e tyre, mos i bien edhe në qafë familjes, pra ta ndihmojnë sa më shumë të munden. Pra dua që edhe ti të tregosh pak në gjatë gjithë këtyre viteve, në kalvarin e punëve që ti ke bërë. Çfarë janë mbase punët që të dashur të bësh që 16 vjeç për të mbërritur deri në pikën që je sot mbase? Atëherë gjëja parë që unë kam bërë, e kam ndarë shpesh dhe në Instagram kur më kam pyetur, ka qenë puna e parë, kam qenë shitja akullore në Fier tek QTU-ja, kam qenë diku te 15 vjeç e gjys, 16, diçka e tillë, ka qenë aty sezoni i gjimnazit, pushimet verore. Dhe ato të ardhura e kurseje. Po, që atëherë kam filluar të kursej, edhe më ka pëlqyer gjithmonë komunikimi dhe pjesa marrëdhënia me njerëzit. Dhe kjo gjë pastaj më shtyti më shumë duke krijuar të ardhura që 16 vjeçë dhe ndihesha e pavarur. Mendova, unë atë çdo verë po bëja të njëjtën gjë. Edhe arrita domethënë të krijoja ato kursimet e mia çdo vit dhe nuk ndihesha asnjëherë që shikon do mendojnë dyer për të blerë diçka ose për t'ia kërkuar prindit, sepse ndihesha vetë sigur se kam një lek më vete dhe mund ta blej atë gjë, mund t'ia siguroj. Duket vetja dhe i rritur pastaj.
Më duke i vetja po fix. Jam ndjerë gjithmonë domethënë si e rritur dhe me rrogë, sepse deri në 60 vjeç normalisht nuk e kuptoja, gjithmonë i kërkoja motrës ose dikujt tjetër që okay, do jam shkaq lek të blej këtë gjë. Dhe në momentin që mora rrogën e parë ndjeva komplet ndryshe. Por akoma më shumë ishte pjesa kur shkova në Greqi dhe ishte rroga shumë e lartë normalisht për mua, të paktën se në atë moshë ishin shumë lek për mua, kur i mora në fund të punës. Edhe mendova okay, me këtë pjesë do ishte universiteti, se në atë periudhë normalisht për ne ishte goxha e lartë si tarif. Dhe pastaj pjesa e emigrimit më ka tërhequr vetëm tek pjesa e financave, domethënë që edhe pjesa e rritjes. Po gjithë këto sakrifica, mendon një moment njeriu që thot, un po bëj të sakrificë, po edhe po punoj, edhe do studioj, por do t'i kem për te vendim, do kem këtu afër prindrit e mi dhe nëse do krijoj jetën time. Pra, a e projekton gjithçka në vendin e vet një njeri kur fillon të punon edhe që i vogël? Normalisht e projektoj dhe çdo gjë ka qenë e projektuar për ndonjëherë aty, por mundësitë siç thash kanë qenë shumë më të ulta, kanë qenë shumë më të vogla, edhe pjesa e financave unë nuk mund të arrija, domethënë në atë rrugë që mund të merr aty nuk mund të arrija që ti përmbushja ato çfarë duhen. Ti ke qenë kontingjenti atyre të rinjve dhe të rejave që ikën 5 vite përpara kur ishte masiviteti i ikjes në Gjermani? Ka qenë pikërisht po në periudhën 2018 të parë. Tamam, domethënë 2018 ka qenë shpërngulja ime e vërtet drejt Gjermanisë. Dhe jam nisur thjesht duke dëgjuar gjithë që po iknin infermierët masivisht dhe ishte ajo pika kyçe që unë nuk po gjeja punë në profesionin tim, sepse sa mbarova dhe masterin, që ka qenë një nga kriteret që nëse mbaron dhe masterin mund gjej një vend pune, ishte më i lehtë ndoshta për të gjetur një vend pune. Edhe thash, okay, unë do ta provoj një herë, edhe pse u zhgënjeva jam zhgënjur nga një kompani. Dhe më pas, okay, mendova do ta provoj edhe një herë dhe kisha shumë besim te kompania tjetër pastaj që u regjistrova, sepse kisha edhe shumë të tjerë që më kishin folur pozitivisht, kishin dhënë domethënë goxha feedback të mirë. Edhe thash po e provoj. Dhe shqyr Zotit ja dola pastaj dhe provimet çdo gjë i mora në kohën e duhur. Dhe ishte vetëm ai momenti dua tiki të filloj si infermier, se çfarë më priste, se si do ishte, domethënë ato me shtësi nuk i mendova fare, ishte vetëm pjesa dua tiki të filloj punë profesion. Si ishte qasja e parë? Qasja e parë, ditët e parë. Po, qasja e parë, të them të drejtën, eksperienca ka qenë, pritja punëse ka qenë shumë e mirë, gjë që nuk e prisja, që nuk isha mësuar që një punës të isha aq dhe më mirë, të më priste në krah hapur në aeroport. Edhe në ato paruga, si në përfilma, domethënë abazi aty dhe më priste, më ka përqafuar dhe më zhdukur një moment që më përqafoi mamaja ime. Se ishte edhe në moshë. Pastaj normalisht vështirësi ka pasur pafund pjesë e kolegëve, pjesë e gjuhës, sado që unë kam shkuar me B2 flege, sepse ishte një tjetër dialekt. Ne kishim mësuar thjesht standarde, një gjuhë standarde letrare. Dhe pjesa e dialektit ishte shumë e vështirë për mua. Dhe paragjykim Blerina mbase në mes të kolegëve për shkak të faktit që je emigrante dhe mbi të gjitha mbase emigrante shqiptare. Pra ndjej këtë si paragjykim? Sigurisht që po, sepse ishte pjesa ku ti vjen si infermiere, unë kisha marrë domethënë licencën, kisha kaluar gjitha etapat dhe shkova si infermiere, pavarësisht se s'kisha marrë certifikatën akoma, sepse vononte si procedurë duke ditur burokracinë në Gjermani. Kam bërë diku te 2 muaj. Dhe ndihesha gjithmonë, domethënë sepse edhe jo vetëm që ta thoshin që ti je infermiere, ti duhet ti dish të gjitha dhe duhet ti bësh të gjitha, ne jemi ndinse për shkakun dhe kishin vite që punonin aty. Dhe nuk është se të jepni suportin që duhet ti japësh një fillestari. Ndërkohë që unë nuk e dija as recetën se çfarë ngjyrash kishin, sado që kishin parë në libra, ishte tjetër gjë realiteti. Mund ta dije që është recetë, po ku ta çosh, çfarë veprimesh të bësh më tej, nuk ti shpjegonin siç duhet. Të gjitha hallkat. Dhe ndërkohë si e arrite ti përshtatjen me Gjermaninë, me ambientin tënd, pra pavarësisht këtyre vështirësive, çfarë bëre ti për t'u përshtatur, edhe për t'u ndier komode? Atëherë unë i vendosa një qëllim vetes time dhe thash, okay, unë e mora këtë vendim dhe unë nuk do kthehem më mbrapsh, duke qenë se të paktën jam në profesionin tim, kisha një punë të sigurt që nuk vetëm në rast se ti bëje ndonjë shkelje shumë të madhe, normalisht është dhe momenti që të heqi nga puna. Por ndjeva një farë sigurie, siç thash, nga ana financiare po, në profesion isha, pavarësisht se nuk isha në spital siç unë dëshiroja, sepse nuk kisha eksperiencë, fillova direkt në Altenheim, që janë azilet të moshuarve. Azile po them në Shqip, po janë shtëpi të moshuarit, se shumë e keq kuptoj këtë pjesë. Edhe thash, okay, unë po rri një herë, po marr eksperiencën, të filloj çdo gjë nga A-ja. Edhe më pas kur të ndihem vërtet e sigurt, të shikoj më tej për të zhvilluar më tej në karrierë, për të marrë atë që dëshiroj. Blerina në një shtëpi të moshuarish.
Se kjo është diçka, kam përshtypjen që njeriu shpeshherë merr dhe me empati të shtuar. Po, është marrë me empati tepër të shtuar, jo vetëm për mua, për shumë të tjerë, sepse prisnin një realitet tjetër. Mendonin që funksionon të çdo gjë si në Shqipëri, pavarësisht se ne teorikisht kemi mësuar që higjiena është numër 1 tek pacienti, pra fillojmë në radhë të parë me higjienën e pacientit, gjë e cila merret shumë për keq nga ne shqiptarët, por dhe në pjesa tjetër tendencë. Edhe ishte e vështirë, sepse nuk dija si ta, nuk kam punuar ndonjëherë në një shtëpi të moshuar, ishte hera ime e parë. Dhe avash pasaj mendova po fokusohet në profesion, nuk kam mbaruar të profesion dhe do t'i dalin ban. Dash më tepër që besoj që do të ishin ndër ato vajza me karakter shumë të fortë, që thua e mora këtë rrugë, do t'ja dalin ban, s'kam si të kthehem, edhe nuk dua që të tjerët ose familja ime të mendojë që unë u dorëzova, pra doja që t'i bëj edhe ata krenar. Patjetër që po, nuk dohet të zhgënjej as prindrit, por as veten time, sepse kam një tepër vetbesim, po themi. Edhe kur e shikoj që është fundi, them jo, okay, unë shikoj anën pozitive më mirë, dhe pse është shumë e vështirë, e kam vuajtur domethënë në brendësi, ndërkohë që të tjerëve i thosha që jam shumë mirë, domethënë nuk ndërkohë të merrte malli për familjen.